e ka bërë për shkak të besimit të madh që ka për Konjufcën, por edhe për shkak që të mos shkohet në zgjedhje të tjera. Kurti ka thënë se vetë do të jetë kandidat për ministër të punëve të jashtme, për çka ishte propozuar herën e shkuar Konjufca. Kryetari i vendosjes ka thënë se vendi nuk duhet të shkojë në zgjedhje pa buxhet të miratuar në kuvend. E i propozuari lëvizjes vetëvendosje për kryeministër Glauq Konjufca ka thënë se nuk synon bashkëqeverisje me partitë e tjera në koalicion. Megjithatë, pret që të marrë mbështetje nga deputetët e partive të tjera për të formuar qeverinë e përçmangur zgjedhje të reja në dhjetor dhe për të miratuar buxhetin e vitit të ardhshëm. Unë mendoj që ky nuk do të jetë një proces në të cilin ne do të kërkojmë ndonjë marrëveshje koalicioni me partitë politike. Ideja ka qenë e thjesht ta krijojmë një qeveri të re për me i shmong dy gjëra shumë të rëndësishme. E para është zgjedhjet e menjëhershme dhe e dyta është që të provojmë të bashkëpunojmë me partitë politike parlamentare për me mujt me e pas Kosova buxhetin e saj për vitin 2026. E partitë e deri gjashme opozitare dhe pas ndryshimit të mandatarit nga lëvizja vetëvendosje për kryeministër i kanë kërkuar presidentës që vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Propozimin e vetëvendosjes PDK-ja e ka quajtur skemë të zvarritjes. Përmes një reagimi, kjo parti ka thënë se askush nuk e ka shumicën për ta themeluar një qeveri të re dhe se presidentja Osmani duhet të shpallë zgjedhjet e reja. Kryeju i LDK-s Lumir Abdigjiku ka thënë se kjo shfaqje teatrale dhe mandatarëve pa numra duhet të marrë fund. Abdigjiku i ka bërë thirrje presidentës që ta respektojë vullnetin e shumicës dhe të mos i jap legjitimitet përpjekjeve të vetëvendosjes për të formuar qeveri pa shumicë. Ai ka theksuar se propozimi i Konjufcës nuk mund të ndryshojë faktin se aktualisht nuk ekziston shumicë në kuvendin e Kosovës. Ndërsa kryeju i AK-s Ramush Haradinaj ka thënë se presidentja Vjosa Osmani s'ka mandat ta mandatojë askënd për krijimin e qeverisë pa dëshminë se kandidati i propozuar e ka shumicën e nevojshme. Edhe nisma Social-Demokrate ka ftuar presidentën të mos bëhet pjesë, siç thuhet në një reagim të kësaj partie, e zvarritjeve politike apo interpretimeve arbitare që rrezikojnë parimet kushtetuese dhe krijojnë tensione të panevojshme. Sipas nismës, roli i presidentës është të garantojë unitetin kushtetues dhe të sigurojë funksionimin demokratik të shtetit e jo të shtyjë vendin drejt bllokadës. E ministri në detyrë i financave Hekuran Murati ka thënë se kushtetuta nuk e përjashton mundësinë e mandatit të dytë për formimin e qeverisë në rast se dështon i pari. Sipas tij, vetë mënyra se si është formuluar kushtetuta e bën pothuajse të pamundur që vendi të shkojë në zgjedhje pa u bërë përpjekja e dytë për krijimin e qeverisë. Përmes një statusi ai ka theksuar se zgjedhjet mund të shpallen pa tentuar për herë të dytë, vetëm nëse asnjë subjekt politik nuk është interesuar për të marrë mandatin pas dështimit të parë. Komisioni Evropian ka miratuar raportin e progresit për Kosovën për vitin 2025, ku konstatohet se vendi ka shënuar progres të kufizuar dhe në disa raste stagnim për shkak të përçarjes së skenës politike dhe ngërçit institucional. Sipas raportit, një nga pengesat kryesore është mos formimi i institucioneve të reja pas zgjedhjeve, mungesa e bashkëpunimit mes partive dhe situata e tensionuar në veri të Kosovës. Komisioni Evropian mbetet i gatshëm të përpilojë mendimin për ndarjen e statusit të vendit kandidat për Kosovën, por këtë duhet mandatit nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. E sa përket masave të vendosura për Kosovën, Bashkimi Evropian kanë të lidhur heqjen e mëtejme të tyre me depërshkallëzimin e situatës në veri. Fillimisht aty është thënë se masat kanë nisur të hiqen gradualisht, duke ndëlidhur me rikthimin e takimeve në kuadër të marrëveshjes së stabilizim asociimit, por heqja e mëtejme varet nga depërshkallëzimi në veri. Raporti gjithashtu thekson nevojën që të gjitha marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut me Serbinë të zbatohen në tërësi si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia. E ky raport do t'i dorëzohet sot kryeministrit në detyrë Albin Kurtit në orët e pasdites nga shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Oraf.
Komisionerja për Gjerim e Bashkimit Evropian Marta Kos ka njoftuar se 4 vendet Malizi, Shqipëria, Moldavia dhe Ukraina kanë bërë përparim të rëndësishëm në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Malizi vlerësohet si kandidati më i avancuar ndër ta. Malizi është më i avancuari dhe ka bërë progres të rëndësishëm drejt antarësimit në BE dhe është vendi më i përgatitur, por gjithashtu Shqipëria ka arritur progres të jashtëzakonshëm gjatë vitit të fundit me angazhim të fortë politik dhe aspirata të qarta për BE. Moldavia gjithashtu ka bërë progres në rrugën e saj pavarësisht përpjekjeve për ta devijuar atë nga Rusia, është shprehur Kos. Serbria kritikohet për ecje prapa në lirinë e medias për mos përmbushje të obligimeve nga marrëveshja për normalizimin e raporteve me Kosovën, për mos ndërmarrjen e masave ndaj kryesve të sulmeve në Bajsk dhe për vazhdimin e bashkëpunimit me Rusinë. Sindikata e minatorëve në ndërmarrjen publike Trepça ka kërkuar nga menaxhmenti i ndërmarrjes që të ndërmerren hapa konkret për rritjen e pagave dhe përmirësimin e kushteve të punës, derisa kanë theksuar se puna dhe sakrificat e minatorëve nuk po vlerësohen në mënyrë të drejtë. Në një kërkesë drejtuar menaxhmentit, kryesia e sindikatës ka kërkuar që pas paralajmërimeve të qeverisë në detyrë për rritje pagash për sektorin publik, e kanë konsideruar si të drejtë që edhe menaxhmenti i ndërmarrjes të bëjë hapa konkret për rritje të pagave të minatorëve. Sipas sindikatës, gjatë vitit të fundit ka pasur rritje të dukshme të prodhimit, e cila është rezultati drejt për drejt i përkushtimit të minatorëve. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka njoftuar se është ndaluar importi i shpezve dhe produkteve të tyre nga Italia për shkak të gripit të shpezve. Kjo agjenci, duke ju referuar raportit të fundit të Organizatës Botërore për Shëndetin e Kafshëve dhe raportit të Komisionit Evropian, ka njoftuar se në shtetin e Italisë është e pranishme sëmundja si e njohur si gripi i shpezve, serotip me patogjenitet të lartë në forma komerciale dhe në shpezët e egra në regionin Emilia-Romagna dhe Lombardia të shtetit të Italisë. Ndalesa ka në fuqi me njerë dhe do të mbetet në zbatim deri në vlerësimin e mëtejmë të situatës, ka njoftuar tutje agjencia. Në vazhdim është lajmi kryesor i botës dhe rikthehemi në studio me intervistën e paralajmëruar. Komisioni Evropian ka miratuar të martën paketën vjetore të zgjerimit ku u dhan vlerësime për përparimin që kanë bërë vendet kandidate gjatë 12 muajve të fundit. Drejtuesit e BE-s thanë se zgjerimi i Bashkimit Evropian është një nga prioritetet kryesore të bllokut. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaroi se bloku është më i përkushtuar se kurrë për ta bërë zgjerimin e BE-s një realitet. Në një konferencë për media, komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos e ka vlerësuar përkushtimin e Ukrainës për të bërë pjesë e bllokut. Ukraina ka demonstruar përkushtimin e saj ndaj rrugës drejt BE-s duke ecur përpara në reformat kyçe. Kur vendi është në luftë, kur bombat bien mbi të, unë jam me të vërtet plot admirim për atë që ky vend po arrin të realizoj. Megjithatë, normalisht se duhet bërë ende punë për luftimin e korrupsionit. E në një postim në platformën X, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e mirëpriti raportin e progresit të BE-s. Ky është vlerësimi më i mirë deri më sot, dëshmi se edhe teksa mbrohemi nga agresioni i plotë rus, Ukraina vazhdon të reformohet dhe të transformohet sipas standardeve evropiane. Përparimi i Ukrainës në rrugën drejt BE-s është rezultati i përpjekjeve të miliona njerëzve tanë. Jam mirënjohës për çdo ukrainas që punon çdo ditë për pavarësinë dhe shtetin tonë. Sipas raportit të BE-s, vendi i cili mund t'i përfundojë negociatat për antarësim deri në fund të vitit të ardhshëm, duke vendosur atë të parin në radhë për të bërë vendi 28 antar i bllokut, është Mali i Zi. Edhe Shqipëria u vlerësua për përparimin gjatë vitit të kaluar me angazhim të fortë politik dhe aspirata të qarta për në BE. E lidhur me ngecjen demokratike, paralajmërime të ashpra nga Komisioni Evropian u dhanë për Serbinë e Gjeorgjinë. Kroacia ishte vendi i fundit që u antarësua në bllokun evropian para 12 vjetësh.